foto nes. Imazhe satelitore që zbulojnë vendindodhjen e një objekti. Për sa morë Jeremian, të panjohur, më parë. Tani, objekti shtrihet në gati 2.500 hektar. Dhe kjo është një zbulim i madh. Hilian Turner ka më shumë nga Departamenti i Shtetit. Mirëmëngjes, Hilian. Mjaft shpërthyese, Dana. Këto imazhe satelitore që kemi marrë ekskluzivisht tregojnë vendindodhjen e pretenduar të objektit dhe madje edhe planin e objekteve sekrete të armëve bërthamore të panjohura më parë brenda Iranit. Kjo, sigurisht, ngres shqetësime të reja për rolin e regjimit në këto. Bisedime bërthamore në vazhdim me administratën Trump. Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit ka mbledhur inteligjencë nga burime në teren brenda Iranit, që lokalizojnë këtë objekt të armëve bërthamore, në atë që quhet provinca Semnan, larg nga vendet bërthamore tashmë të njohura të regjimit. Është koduar si vendindodhja e ylberit nga zyrtarët e Iranit dhe shtrihet në gati 2.500 hektar. Ka qenë në funksion, sa mund të kuptojmë, për më shumë se një dekadë, në mbulesën e një kompanie prodhimi kimik që quhet Deba Energy, SIBA. Vendindodhja e ashtu quajtur ylberi raportohet se përdoret kryesisht për të nxjerrë tripium. Është një material që përdoret për të përforcuar armët bërthamore, pa ndonjë aplikim të vërtet civil ose komercial, duke hedhur poshtë pretendimin e gjatë të Iranit, se ata thjesht duan energji bërthamore, për qëllime paqësore. A është pozicioni i SBA-s që Irani mund të ketë një program pasurimi për sa kohë që nuk arrin një nivel për armë? Nuk e kemi marrë ende atë vendim. Do ta marrim, por ende nuk e kemi marrë atë vendim. Vetëm dje nënkryetari këmbënguli se negociatat bërthamore me Iranin po shkojnë mbar. Dëgjoni. Bravo. Pa paragjikuar negociatat, unë do të them, deri tani mirë. Kemi qenë shumë. Të kënaqur me mënyrën se si iranianët kanë reaguar ndaj disa pikave që kemi bërë. Dana, edhe një herë, kështu që kjo inteligjencë, këto foto satelitore hajrore plus disa video që, janë paksa të gjata për t'i ndarë me ju në transmetim, u ndan ekskluzivisht, me foto nes. Ajo u mor nga burime që operojnë në teren brenda Iranit, na u dha nga, lëvizjen e opozitës së Iranit këtu, brenda Shteteve të Bashkuara. Mjaft shpërthyese. Në rregull, Hilian Turner, faleminderit për këtë dhe do ta ndjekim.